Llogaritim numrin e molëve të ozonit në këtë rast në 7.5/1021 molekula të ozonit, duke ditur pra që konstanta Avogadros ka vlerë të rrumbullakosur 6/1023 Sasia e substancës llogaritet me hersin e mes të numrit të atomeve ose molekulave ndaj konstantës së Avogadros. Vendosim vlerat për numrin e molekulave dhe vlerën e konstantës së Avogadros dhe pas pjesëtimit të vlerave 7.5 dhe 6 dhe rregullimit të vlerave me eksponent, fitojmë 1.25/10-2. Duke e zhvendosur presjen dhjetore për dy numra në të majt për të larguar eksponentin -2, ne fitojmë vlerën për sasinë e substancës së ozonit që është 0.0125 mol.